Shfaqja sjell historinë e një vejushe e cila para 2 vjeteve humb burrin, një zjarfikës i cili vdes në detyrë në përpjekje për ta shpëtuar një bebe nga një ndërtesë që po digjej. Në vend se të mbajë zi, ajo e mban shpirtin e burrit të saj në një kuti dhe shpesh nxjerr atë për të bërë biseda dhe përçavime të kopaskoshme. Pas 2 vjetësh ajo cakton takim me një vardisës, një shok të burrit të saj. Më veçanta në tërë këtë projekt është punën e tij me këtë shfaqje regjisori Agon Miftari ja dedikon babait të tij të ndir, aktorit të njohur të filmit dhe teatrit Hazir Miftarit, i cili ndroi jetë vitin e kaluar. Fakti që vejusha e ze shpirtin e burrit të saj dhe e fut në një kuti dhe nuk është në gjendje ta lëtë shkoj, paraqitet në një formë absurdiste të çuditshme, në një zhanër mix mes tragjedisë dhe komedisë, por që ka një kuptim dhe aludon në ndjenjen e njerëzve cilët mbesin pas, kur e humbin një të dashur. Arta Selimi, Ernest Malazogu, Alban Morina, Alban Krasniqi, Gjevdet Doda, Liridon Shehu, Rifat Selmani janë aktorët e kësaj shfaqje, puna të cilëve kërkon goxha energji këtë herë. Vejusha shpirtin e burrit vet. Trupi hin e dal, po shpirti metet në kuti. E ka një kuti cilën e mbyll me qels. Normalisht që sa të harron kjo për arsye teknike me mbyll me qels atë kuti, ai ka me provu me ik prej kutis, po gjithmonë rezulton me kthem prapa në kuti. Mendoj që karakteristike e kësaj shfaqje vigjilje është pikërisht prezenca e kujdeses. Tema kryesore e kësaj shfaqje është kjo, prezenca e kujdeses. Edhe atëherë kur do që të mos kujtosh atë që ka qenë e dhimbshme për ty, prapë e kujton edhe nuk mund të ndahesh prej saj. Ashtu ndodh edhe me vejushën e cila ka 2 vite që i ka vdek burri dhe nuk është e gatshme asnjëherë të ndahet prej tij shpirtërisht. Për ndryshe aktorët u paraqiten me nga 2 role të ndryshme dhe kjo bën të diferencën e kësaj shfaqje.